Dje në ora 21:35 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një qytetar nga Gostivari ka denoncuar se nga shtëpia është larguar agja i tij 63 vjeçar nga fshati Forin, i cili punonte si bari në një stan në rrethinën e fshatit Vrapçisht. Pas ndërmarrjes së masave dhe kërkimit në terren, së bashku me zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar dhe një ekip i njësisë territoriale kundër zjarrit Gostivar, në rrethinën e fshatit Vrapçisht, në afërsi të një rruge që po ndërtohej nga kompani private, më datë 22 maj 2026 rreth orës 6, 63 vjeçari është gjetur i vdekur. Mjeku ka konstatuar vdekjen, ndërsa kqyrjen e vendit të ngjarjes e kanë kryer prokurori publik dhe ekipi i kqyrjes nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar. Dje në ora 15 në rrugën Beliqica në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga Shuto Orizari i Shkupit me qëndrim të përkohshëm në Gostivar. Ai kërkohej me flet arrest në bazë të urdhëresës së gjykatës themelore penale Shkup për vuajtjen e dënimit me burg në kozgjatje prej 1 viti e 4 muajsh për veprën penale të kryer vjedhje e rëndë. Gjithashtu ai dyshohet edhe për vepra të tjera penale, vjedhje e rëndë të kryera gjatë ditës së kaluar në shtëpi në rajonin e Gostivarit. 20 vjeçari është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Shkupit për vuajtjen e dënimit. Dje në ora 12:40 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga Tetova, duke vepruar pas një denoncimi të mëparshëm se rreth orës 11 në shtëpinë familjare në Tetov ka sulmuar fizikisht nënën e tij, 62 vjeçare, si dhe ka dëmtuar një pjesë të mobiljeve. Gjatë ndërmarrjes së masave ndaj tij është kryer alkol testimi, me qras janë matur 1,49 promil alkol në gjak. Dje në ora 22:30 në rrugën 107 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 26 vjeçar nga Tetova. Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale, vjedhje sipas nenit 235 të kodit penal, përkatësisht se paraprakisht i ka marrë një trotinet elektrik një 41 vjeçari nga Tetova. Sendi i marrë është gjetur dhe i është kthyer pronarit. Dje në Departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se rreth orës 17:20 në rrugën Bregu i Vardarit në Gostivar ka shpërthyer zjarri në një market, përkatësisht në objektin ku mbaheshin ambalazhe të ndryshme dhe paketime kartoni. Nga zjarri janë përfshirë dhe dëmtuar një traktor IMT 539 dhe një automjet udhëtarësh Volkswagen Passat me targat Gostivarit, pronë e një 61 vjeçari nga Gostivari, ndërsa janë dëmtuar 2 kondicioner të jashtëm, një gjenerator dhe një pjesë e fasadës së objektit afarist, si dhe në katin përdhes të ndërtesës fqinje është dëmtuar pjesa jashtme e banesës së një 47 vjeçari nga Gostivari. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit Gostivar. Pas mesnate në periudhën prej orës 12:05 deri në orën 2, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë realizuar një kontroll aksion në një objekt hotelerik të gjetur në rrugën lokale për në fshatin Saraqin të Tetovës. Gjatë kontrollit për shkak të qëndrimit të padeklaruar në vend, janë shoqëruar 4 shtetas të huaja, prej të cilave 2 nga Brazili dhe 2 nga Ukraina të moshës nga 23 deri në 31 vjeçare. Ato do t'i dorëzohen Departamentit për krim ndërkufitar, migracion të huaj dhe riadhesim për procedurë të mëtejshme.